7 shkurt, ngriuni luftoni për vendin tuaj. 10 shkurti është një datë kur opozita shqiptare ka ftuar masivisht për demonstrim. Madje është që do të ngujohemi, nuk do të hikim. Rama ikën vetëm me forcë. Regjimet nuk ikin me votë. Gjykata kushtetuese, mbas votimit 4-4 për mua duhet shkrirë. Pa personalitet. Edhe pse duhet vlerësuar edhe 4 vetë që votuan kundër Ramës. E para punës kjo gjykatë kushtetuese nuk duhet ta kishte marrë fare çështjen shqyrtim. Nuk është çështje kushtetuese. Absolutisht. Dhe e ktheu në detyrë, ndërkohë që çfarë kishte për të menduar dhe për të vendosur. SPAK ka dërguar 16.000 faqe ku Lubia, ish pastruesja e Athinës, është ngritur në numrin 2 dhe dosja Epstein duket lule nga dosja e saj. Ndaj Rama është friksuar ai shumë. Natyrisht që mbas arrestimit të një figure tjetër lëtyrë si Veliaj, votimi 4-4 ka qenë lajmi më i gëzueshëm për shqiptarët, ndaj një figure korruptuar, pa vlera, dhe që mban çelësat e rrëzimit Ramës. Në vitin 1991, kur shqiptarët menduan se do të fitonin në zgjedhjet e para pluraliste, ndodhi lufta e Gjirit. Dhe amerikanët nuk kishin vëmendjet e ne. Por 2 ditë përpara zgjedhjeve të 91-shit, amerikanët hambën ambasadën në Tiranë, çka për shumë vetë ishte si një lloj mbështetje për Amizalin, pra ata mund të bënin biznes me këdo që do të ishte në pushtet. Në çaste përcaktuese, Shqipëria ka qenë pa fat. Ka qenë pa fat në 96-ën, në qoftë se do të kishte fituar Bob Dole republikanëve, lobi grek, shumë i ashpër ndaj demokratëve shqiptarë dhe me shumë potencë të Clintoni, nuk do ta dëmtonte dot përparimin e Shqipërisë, hyrjen në NATO, dhe nuk do të kishte ndodhur rebelimi i kuqe 97-s dhe kthimi me dorë. Pse them gjitha këto? I them sepse vajza llastuar e Trump, dhëndri i korruptuar Kushner, i dhan pak oksigjen Ramës në çastet më të këqija të tij, kur vazhdon dhe bën kundërshtit nuk po heq imunitetin e Mataharit, ish pastruesit të Athinës, dhe ajo ftesë me fotokopje për bordin e paqes, që unë i quaj bordi i turpit, ishte oksigjeni dytë ndaj tij. Por në Davos, Rama nuk ishte tek firmosi. Ai thotë se ndonjë mbas vajzës mbretit, spekulimet janë që e kanë ndaluar. Tani kemi provën e të vërtetës. A do të marrë oksigjen Rama në 19 shkurt? Si parantezë një prallat që ka ardhur me avion privat ose me avokat, mos i besoni. Nuk ka shans që Rama të viktu që unë nga burimet e mia mos mësoj, siç e kam mësuar gjithmonë. Ka imunitet, është kryeministër i një vendi të NATO-s dhe nuk ngjet, sepse nuk ka një proces gjyqësor ku ai mund të rritet si dëshmitar. Në qoftë se do të kishte pasur proces gjyqësor për Meganikën, po. Hetimet e Meganikën vazhdojnë. Rama është ndaluar përpara 3 vjetëve me dëshirë, me vullnet në JFK. Dhe në qoftë se ai vetë afrohet për të kënaqur këtë administratë kundër Meganikën, është tjetër gjë, por SPAK ka dosjen dhe problemet i ka me SPAK. Tani në 19 shkurt, çfarë ngjet? Në 18 shkurt një kriminal që ka kryer genocid në Gaza, Netanyahu, do të vi vizitë në shtëpinë e bardhë. Politiko e majt ekstreme thotë që në 19 shkurt do të mblidhet për herë të parë bordi i paqes. Dhe Netanyahu do të marrë pjesë, sepse është këtu. Janë vetëm 23 vende.
do të ishte një ceremoni e turpshme për Donin e Madh, kur vendet e Europës nuk kanë pranuar. Takimi nuk do të bëhet në Shtëpinë e Bardhë, por te Instituti i Paqes Donald Trump, sapo ka marrë emrin e ri. Erdogan nuk do një të vi, do dërgoj ministrin. Katari, Vietnami, nuk besoj se do dërgojnë krerët. A do të vi Lukashenko? Sepse në qoftë se do të vinte Lukashenko, do të vinte Rama. A do të dërgoj Rama Spiropalen? Apo amerikanët mund të kërkojnë Bayram Begajn te kjo ceremoni? Të gjitha në spekulime, por do jetë prova e vërtetës. Në qoftë se Rama nuk do të vite ky takim, absolutisht kuptohet qëndrimi i Davosit, ato e kanë përjashtuar dhe në vend t'i kanë futur presidenten e Kosovës Osmani. Vetëm Osmani e përfituar këtu, nga ky bord që nuk ka një vlerë të madhe, sepse vendet kryesore nuk pranuan një organ paralel me OKB. Ambasadori amerikan në Izrael, Huckabee, i cili ka qenë dikur kandidat për president, zbulon qëllimin e bordit paqes. Është një mision i Trump mbas shtëpisë Bardh. Ai do të qëndroj i përjetshëm si kryetari i bordit, është një person që nuk mund të rri pa pasur një post dhe do të kontribuojë për vendosjen e paqes në botë, thot ai. Aktualisht bordi mund të mblidhet formalisht për të diskutuar për Gazën, ku deri tani çdo gjë është surreale, sidomos me dhëndrin mediokër të sulmuar nga e majta dhe media këtu, Kushner, i cili me një PowerPoint kalon në surrealizëm, me gratacella, me ndërtesa, kur janë me mira mina dhe duhen miliarda dollar për të spastruar gërmadhat. Gaza është si një ditë mbas Hiroshimës. Është kryer gjenocid dhe çifutët e Netanyahu kanë pranuar që janë vrarë 77.000 vetë. Dhe kur çifutët thonë 77.000 vetë, unë e çoj 150.000. Që të shkosh tek bordi i paqes dhe të ulesh afër me presidentin amerikan, do të ishte një oksigjen për Ramën, në këto çaste të jetë vështira për të. Problemi është që ata që kontrollojnë spakun, dhe që janë amerikanët, por është deep state, nuk kontrollohen nga fëmijët e llastuar zoti Trump. Dhe problemet e lidhjeve me trafiqet nuk besoj se do të sfumojnë kaq thjesht. Rama përdori si test lakmusi Peleshin dhe Spiropalen. I solli këtu tek ngjesi lutjeve dhe pa në çfarë niveli u pritën. Peleshin e priti shefi i shoferëve departamentit, zëvendës sekretari për burimet, quhet resource dhe menaxhimin, ndërsa Spiropali niveli 5 në departament. Rubio ka refuzuar të takojë me Spiropalin. A ka një përplasje të Spiropalit me Ramën? Një oligark furnizon miliona dollar deri në Kanada investimet të saj. Spiropali mund të jetë më e korruptuar se Rubia, e cila ende vazhdon të pastron njerëz të saj miliona dollar në ishujt e parajsave fiskale, po deri në ishullin e famshëm të Manhattanit. Natyrisht që fatin e çdo vendi e vendos populli i tij. Rama mund vi dhe mund të ulet next to Trump. Në qoftë se vjen dhe mbaron vetëm me kaq, nuk është vizitë e suksesshme. Shqipërisë mungon dialogu për partneritet strategjik. Rubio takoi ministrin e jashtëm të Serbisë pikërisht si fazë përgatitore për partneritet me Serbinë. Nuk ka ndodhur kjo me Shqipërinë, sepse Spiropalin e priti një nivel i ulët. Nga opozita, tabakun dhe bardhën kanë pritur në departament, niveli du të jetë i ulët. Por ka kontakte me demokratë. Nuk është më ajo parrulla e Escobar dhe Yuri Kim's që nuk e njohin
Partinë Demokrate sepse është Berisha në krye. Sa herë që vjen zyrtar amerikan, takon deputet PD-s. Rama është i konsumuar. Natyrisht që një takim i bordit paqes, ku ai do të ishte në interes me donin e madh, me mjeshtrin që ka me taborën e tij do ta shiste si sukses të madh, ose të paktën si blerit heshtjes. Ja kam thënë disa herë që në Amerikë nuk është thjesht shtëpia e bardhë që e kontrollon këtë vend të madh. Senati, Kongresi me 2 dhomat, është ai që quhet Deep State, FBI, CIA, Pentagoni, dhe Rama duket që ka armiq, sepse të gjithë e dinë që Rama është produkt i Sorosit. Dhe natyrisht, Lachivita me aq pak akses sa ka që informacion do ta ketë dërguar tek shefja e kabinetit Trump. Ne nuk kemi qendra botës. Diçka ju them me siguri që ndaj Sorosit hetimet po thellohen RICO, grup i strukturuar kriminal. Hetimet vazhdojnë tek dosja me Ganigal dhe në qoftë se ka të dhëna të tjera, mund të kemi gjyq ose dënim shtes, dënim të burgut ndaj tij. Tek me Ganigal me qira një nga vilet dhe aty ka filluar korrupsioni i madh me të. Lubia, pra ish pastruesi i Athinës, është porta e Chelsea të rrëzimit Ramës. Dhe natyrisht, Rama hikën vetëm me forcën e opozitës, sepse numrat në parlament i ka. Nuk janë 80. Ku do në Shqipëri? Rama lidhet përmes Nezaj, Duçkës dhe Qifutit, Jefet, i cili ka bler për $500 manufaktura prodhimi, një personazh i cili ka gratskuar Lubin Balluku, të cilën e ka ftuar në një ishull luksoz në Greqi, duke thënë që janë pronat e mia, por në fakt ai kishte marrë me qira një nga vilet dhe aty ka filluar korrupsioni i madh me të. Lubia, pra ish pastruesi i Athinës, është porta e Chelsea të rrëzimit Ramës. Dhe natyrisht, Rama hikën vetëm me forcën e opozitës, sepse numrat në parlament i ka. Nuk janë 83. Mund të jenë dhe 93, sepse shumë janë mbeturinat Bashës, Ulur Djathtas në parlamentin shqiptar. Numërimi mbrapsht, them se nisi me atë qëndrim 4-4 të turpshëm gjykatës kushtetuese, dhe Rama do të tentoj të bëjë të fortin, pra deri në 19 shkurt nuk besoj se do të marrë në një hap, në qoftë se do të vi këtu. Ama në qoftë se nuk do të vinte këtu, game over, fillon izolimi i madh. Problemet i ka me Macron, me Merz, me Bashkimin Evropian, të cilët duan që ai dorëzoi imunitetin e Ballukut. Po nuk e dorëzon dot sepse Balluku e kontrollon në ato 16.000 faqe, janë me qindra me mira mesazhe të tij. Dhe të gjithë dinë që nuk mund të jetë Alibaba me 40 ajdut, Alibaba i ndershëm dhe 40 ajdut që vjetë. Pasuria e tij është me miliarda $. Ka dërguar kastratin në Florida, i lidhur me një personazh të krimit që ka bler troje në Zvërnec, dhe problemi ka shkuar në median e majtë amerikane. Nuk është aq thjesht në Sazan. Kushtet mund të rriqet se trysnia është e madhe nga e majta dhe nga media këtu gjithashtu. Po prapë them që ne nuk kemi qendra botës. Natyrisht jemi vendi NATO-s. Dhe është vështirë që në regjime autokratike ta largosh me votë dikë që ka qenë nga 97 në pushtet. Ka blerë çdo gjë. Ju e pat vetë me emrat e gjykatës kushtetuese. Votojnë programës ata që kanë marrë miliona nga krahu i Berishës. Me tupshme. Pa diskutim, tregojnë fytyrat e tyre. Shumica e shqiptarëve e urren Rama. Rama urren Shqipërinë.
a do të jap oksigjen në qoftë se vjen në 19 shkurt në takimin e bordit paqes? Të paktën thuhet se bordi do të mbajë takimin e parë në Institutin e Paqes. Por me gjasa mund tjetë që të mblidhet vetëm bordi ekzekutiv dhe kështu që prejet oksigjeni për Ramën. Këto në fakt janë në spekulime. Por ju them me bindje që hetimet janë thella si tek dosja Meganikël, tek trafiqet dhe këtu agjencit e inteligjencës dhe ligjzbatuese kanë shkuar thellë. Mjafton t'ju them tek transfertat me miliona dollar tek AB Bank. Këta din çdo gjë. Nuk ishte rastësi që një biznesmen me emër si Richard Lugaj u tërhoq. Nuk ndodhi kështu në eter, në erë. Por Rama ka shitur trojet thuajse falas edhe në Karaburun, jo vetëm Sazan. Dhe kjo është e keqja. Në Shqipëri e keqja ka vetëm një emër, quhet Edwin Rama. Natyrisht që mbas kësaj që ndodhi në gjykatën kushtetuese, unë si Fokus kam drejt. Duhet Republika e Re, gjykata kushtetuese duhet shkrijë. Nuk janë gjendje të japin një vendim, 3 muaj tallën me shqiptarët. Nuk ka rëndësi, nuk kemi pse të kemi gjykatë kushtetuese, gjykata e lartë siç ka qenë në kohën e Brozit, gjykatë kasacioni i bën dyja. Kaq. Dhe ai parlament duhet shkrijë. Këta që janë s'du të jenë më devot, e kanë humbur betejën. E kanë kthyer Shqipërinë në një vend që ikin 1 milion vet. Nuk ka rëndësi të tjerat. Fasada ka plot, pastrime me miliona dollar, dhe të gjithë sipërmarrësit në Shqipëri nuk kanë punëtor. Një miku im thonë se i thash do të bjerë palestinez Rama me këtë afrohet e Trump, po të bjerë se s'kemi punëtor. Dhe ky është problemi i madh. Ky është dëmi i madh. Dhe ai që është vazhdues e një partie që interesat kombëtare kanë shitur me kohë. Ju e pak se si thoshte ka shillik me të dërguarën amerikane duke thënë që mund të shkojë me Kinën. Por befas kur i erdhi ajo ftes me fotokopje me autopena, i fluturoi, do vi me atlete, do vi lakuriq, por në Davos nuk e lanë të shkonte. Presim 19 shkurtin. Ne thjesht do t'ju raportojmë. Ju them që Rubio e refuzoi Spiropalen. Shenja e parë. Niveli i marrëdhënieve me ne është ulur shumë. Jemi si legat. Me miliona dollar erdhën, bën disa foto dhe nga krau tjetër. Nuk kalohet aq lehtë me administratën amerikane, e cila vetëm në qoftë se ka interesa financiare do të ndërhyjë Departamenti i Shtetit dhe kur preken interesat kombëtare, sigurisë kombëtare. Tek trafiqet, tek narkoshteti, Rama i ka prekur. Megjithatë, amerikanët janë pragmatistë. Presim, urojmë që ky vend i madh ta kthej kokën nga Ballkani. Nuk është çështje emrash. Nuk është sprint, është maraton. Por ata që vendosin janë shqiptarët. Pa diskutim. Edhe Ramil Zalia thoshte do rinte gjithë jetën dhe nanën. Por fundin e tyre dini. Kudo në Shqipëri.